Duke qenë se nga vëzhgimi i videove të vënë në dispozicion nga pala ankimuese, ne konstatojmë që ka dyshime të arsyeshme që në ato qendra votimit, paktën që na u sinjalizuan dhe që ju objektivisht keni pas mundësi që të vëzhgoni dhe të kthyrni deri tani, ka eventualisht dyshime pra për parregullsi në procesin e votimit. Ne shfrytëzuam pikërisht të drejtën që na jep pika 3 në 136 të kodit dhe vendosëm që me kërkesën tonë të pranojmë hapjen e të gjitha kutive për të materialeve zgjedhore për KZZ 45 dhe 52 dhe eventualisht të gjitha kutit e votimit për efekt të rakordimit të gjetjeve në kutit e materialeve zgjedhore. Mirë, në rregull, besoj administrata e mbajti shënim vullnetin e dy kolegëve në lidhur me kthyrjen e provës dhe besoj do të merrni masat e nevojshme për ta realizuar këtë.